Teksa presin të njohim se kush janë 30 konkurrentët në garë, ka ardhur momenti t'ju njohim me ata që do t'i gjykojnë për bukurinë dhe për inteligjencën e tyre. Është e vërtetë, thoni, bukuria është relative, por ata vinë me një detyrë të vështirë për të zgjedhur vajzën e cila do të përfaqësojë Shqipërinë dhe Kosovën në Miss Univers. Cilët janë anëtarët e këtij edicioni të Miss Universe Albania and Kosovo 2022? I prezantojmë me radhë. Miss Universe Albania 2012, modelja me famë ndërkombëtare dhe imazhi i disa markave ndërkombëtare. E mrekullueshmja Adrola Dushi. Broma suksese. Faleminderit shumë. Prezantuese televizive, modele dhe aktore me famë ndërkombëtare e sapo ka përfunduar një serial turk, Jetë e thyer, dhe aktualisht ka nisur xhirimet për një tjetër film në Turqi. Zonjat e zotri, Arbnora Ademaj. Ju mbrëma, Nora, mirë se erdhe. Modele me famë ndërkombëtare, social media influencer dhe një ndër miset më të bukura ndër vite, Miss Universe Albania 2018, e pakrahasueshmja Tresi Sedi. Një nga kantautorët që dhuron vetëm hite, fituese e disa çmimeve në skenat muzikore, jo vetëm në Shqipëri. Zonja dhe zotri, artistja Marcela Çibukaj. Diplomuar shkëlqyeshëm në Mbretërinë e Bashkuar tek Imperial College London për inxhinieri ndërtimi, aktualisht CEO i kompanisë Elysium Construction, sipërmarrësi i suksesshëm, Elson Bayrakurtaj. Moderatorët më të famshëm në Kosovë, producent i suksesshëm në televizion, i njohur edhe si kulleri televizionit, Labinot Gashi. Ju mbrëma Labi. Organizatore e shumë aktiviteteve për pamirësi, një drejtoresh në karrierë që dhe me lidhjet e saj me të bukurën, nga që ndoshta ndihet dhe vetë e tillë. Aktualisht drejtore e turizmit pranë Bashkisë Tiranë, Ketrina Jarazi. Një grua e fortë dhe e suksesshme, e cila ka ngritur me shumë mundë e djers një biznes të njohur bukurie, ku vajzat zgjedhin të kurojnë imazhin prej vitesh, sipërmarrësja e njohur Diana Gjermeni. Ju mbrëma. Ju mbrëma, faleminderit. Ju mbrëma gjithëve. Në fakt, kaloni një natë këndshme, kur edhe gjithë vajzat suksese, fitojnë më mira. Patjetër. Në fakt, publiku do pyesë se pse vetëm Dianën keni ndalur këtu, por në fakt ne do donim një mesazh sensibilizues për të gjithë femrat, për të gjitha gratë, pasi ju keni kaluar një sëmundje, dhe do donim të dinim se si ja dole. Unë merr me të bukurën, karrierën time ja kam dedikuar bukurisë. Unë dhe stafi im jemi pothuajse çdo ditë mes vajzave, grave në shërbim të tyre. Unë them të gjithave zonjave që janë sallë, të gjithë ata që na dëgjojnë, mos të kujdesen vetëm për paraqitjen e jashtme, po të kujdesen edhe për shëndetin e tyre. Mendoj se mesazhi Faleminderit, Diana. Ishte një mesazh. Do shihemi më vonë, po?